Së pari është pesha e nënës përpara se të perceptoj ose konceptoj shtatzanin. Pra, në momentin që nëna dëshiron të ketë një shtatzani, duhet patjetër ta planifikojë atë dhe të kryen ato ekzaminimet të duhura, por nga ana tjetër dhe kontrollet e peshës. Pesha përpara shtatzanisë ka shumë rëndësi, pesha gjatë shtatzanisë po ashtu ka shumë rëndësi, faktorët trashëgues, prania e diabetit gestacional dhe marrja e insulinës gjatë shtatzanisë tek nëna, ndryshime apo sëmundje të ndryshme që mund të ndodhin gjatë shtatzanisë, apo mund të kemi dhe këto rrezikun për abort ku nëna është e detyruar të qëndrojë në shtrat dhe kjo patjetër si pasojë mungesës së aktivitetit fizik mund të rritë peshën e nënës po ashtu edhe të bebit. Dhe patjetër që më vonë varet nga mënyra se si ai fëmiu ushqehet, kur niset ushqyerja komplementare, si jepet kjo ushqyerje, çfarë po themi bëjnë tepër nënat në këtë rast e kështu me radhë, dhe deri tek mënyra se si ushqejnë kur ata janë pak më të pavarur, pra mbi moshën 6 vjeç. Por dua të them me këtë që nuk ka një kohë fikse kur ne mund parandalojmë obezitetin kur fëmia ka lindur. Mirë është ta planifikojmë atë përpara se fëmia të lindë. Në momentin që ndodh dhe nëna nuk i ka marrë këto informacione, sigurisht edhe sot është dita e dur. Pra çdo ditë është dita e dur për të marrë masa kundër një peshe të tepruar.